Bërë më Alban. U bëra I bukur, a? Albani ishte këtu ullë. Shumë mirë po të duket. Po kjo këmisha ati në zdi që më ka bua diçka. Tjetër su. Labi, hape kafë. He, Djelmosha. Hapi kamerat Labi. Elena ne kemi këtu. Elena, Ty marë. mirë se vjen në Paper Radio. Mirë më ngjes, faleminderit shumë. Knaqësi. Ai kemi? Përshëndetje, Elena. Përshëndetje. Po. Super. Përshëndetje. Ermiri dhe Matia në Studio Tiranë. Të Jam kolegët tonë. programit të Flet jam Mëngjesit, Ermiri. jemi bashk. Të ta kemi këtë bashk bisedim me Elenën, Elena Cena, të cilën tashmë shumë njerëz në Prishtinë dhe jo vetëm në Tiranë përmendin për trendin që e ka kriju, që e ka sjell në Prishtinë, për disa aktivitete ose disa që po kalohen edhe në shprehi, edhe në përditshmëri, edhe disa për mu më është bërë paksa obligim, ose ka hyrë në plan, në orar, se si të kujdesëm për veten, sa të shëndetshme janë këto trendet ende nuk po I ceki me emër, për cilën do të na flet Elena si një sipërmarrëse e njohur në fushën që ajo e udhëheq tashmë në Prishtinë nga Onze Store. A mundesh me na fol çka përmban Onze Store ose Onze Recovery ma saktë, jo store. Çfarë recovery apo çka mund gjejmë aty dhe pse kjo në Prishtinë? Onze Recovery, Onze Store nuk shkove shumë Po, larg, po, kështu që para. Onze Store është pjesë e Onze Recovery, po Onze Recovery është një qendër e rikuperimet, e cila I ofron disa tretmane me anë të disa teknologjive inovative, e tretmanet kryesore të cilat I ofrojmë është cryotherapy, është tretman I ftohtë, Okej. është tretman ku ekspozohemi në temperatura minus 150 gradë Celsius. Wow. A e ndëgjut mirë? Wow. Yes. Wow. E kemi red light therapy, tretman me frekuenca të dritave të kuqe dhe njirimfrat kuqe, oxygen therapy edhe tretmane tjera, po çto si bazë, si kryesore janë këto trija. Ideja ka lind faktikisht unë kom fillu me hulumtu këtë ekspozimin ndaj të ftohtit gjatë kohës pandemisë, tushat ftohtë, cold plunges, si një mjet qetësimi, Okej. si një mjet do me thonë me përdor për me reduktu ankthin, me reduktu stresin, edhe kom fillu me bo cold showers për vete. Dhe sa të shëndetshme janë I këto. ftohti ka benefite të parën që e bën është e qetëson sistemin nervor, jep energji, e çliron Qarkullimin e gjakut. endorfina, qarkullimin e gjakut, kështu që prej asaj ka rrjedh ideja me hulumtu edhe me pru diçka që trupi jon është shumë sensitiv ndaj ujit të ftohtë. Edhe kemi shumë problem me u ekspozu në ujë të ftohtë se sa në ajër të ftohtë. Kështu që prej asaj ka rrjedh ideja me kqyr me pru diçka që nështë është më e lehtë me bo për neve, që është ekspozimi në ajër të Sa ftohtë. me pruni të Se shtë. sa me pruni të ftohtë, Marrë ose me njerëzit hi, mulate me ti. hi në ato buckets, në Pishina, ato, po, ose ice buckets. ice buckets, po. Si e kam prit njerëzit shoqëria, sa të kam përkra në këtë aspekt, sa kam besu në këtë ide që mundësh me arrit me pas Mas pare njerëz kure të ke regjistru si interesum. biznes, që të ka thonë ajo teta? Ska pas aktivitete. Qysh? Ska aktivitet halo aty Që në mundesh orë me se le që selektu. mundesh me shkujt Mundesh me dhe? uftuf. Jo, dhe që ta, okej. Urna. Elena, ka të bëj kjo me standardet e bukurisë apo është thjesht vetëm mendjes. në kuadër të shëndetit? Pikë pari është në kuadër të shëndetit. Së dyti, po, ofron edhe Po. benefite në kuadër të Ja, bukurisë. speshe, a jetë po e lene? Po, pikë Po, pari prandaj është, ti pikë pari është për shëndet, është rikuperim, është për sportista, është për atlet, është për njerëz që vujnë prej dhimbjeve, është për njerëz që vujnë prej smundjeve Do me thonë, mu që më ka ndodhë qëtarë që më do për femnës kom dhimbje me ardhën aty. Pa tjetër, zemrën ta shnoshem. Kështu që Femnës, kuna me gjithë, ta ftofim, gjatë. ta ftofim zemrën. Bojnë gati për A ka tjetrën. një do më thënë përcaktim se sa duhet ri një njeri sepse besoj që trupat janë të ndryshëm.
Dhe jo çdo njeri duhet të ri njësoj Ose e përballon. ndaj të ftohtit jetë njësoj. Dhe mua më duket diçka jo natyrale, flas në kuptimin njeriu nuk është i ndërtuar për të shkuar nga i ngrohti në të ftohtë, por sigurisht është i ndërtuar për të përballuar edhe të ftohtin dhe të ngrohtin. Pra kjo është e dëmshme apo si bëhet kjo që shkon me njerë në të ftohtë? Pra në varësi të trupave duhen analiza paraprake, çfarë duhet? Ky kontrasti për këtë që terapi. bëhet. Qëre, faktikisht trupi i njeriut, me mira vite është i ndërtuar për me u ekspozu ndaj të ftohtit, Na nuk i kemi pas komforin të cilin Por e kemi jo sot. nga i ngrohti në të ftohtë, pra se ti mund të kesh qëndruar në kondicioner dhe pastaj shkon tek i ftohti, dhe kjo është e dëmshme për venat e gjakut. E kundërta, do me thonë stimulohet qarkullimi i gjakut nga i ftohti në të nxehtë, mënyra qysh stimulohet qarkullimi i gjakut është jashtëzakonisht e dobishme. Nuk është për gjithkën, pra gjithmonë duhemi me pas kujdes sepse jo gjithkush ka nevojë me përjetu këtë kontrastin, mirë po du munal pak te ekspozimi i të ftohtit. Njeriu është i bom, do me thonë është kriju për me u ekspozu ndaj të ftohtit. Qëndru të ftohtit. Me i qëndru të përballu. ftohtit edhe përdoret që sa kohë si robat. mjet. Edhe shpikon rrobat, teshat. Për Ishi- mungojt. Ishi mira shumë më përpara. Shumë mirë ishim. është për shembull krioterapia në ënze, do me thonë është shumë e kontrollume, sepse ideja është me i ul temperaturat e trupit prej një standardi 36-37 të cilin na e kemi, me i ul në 4-5 gradë Celsius, do me thonë. Edhe maqina ka senzora dhe ma temperaturën e trupit gjatë gjithë kohës. Patjetër që secili trup ftohet ndryshe, po në moment që i arrim me i ul këto temperatura në çato temperatura që po dëshirojmë, atëherë maqina ndalet, do me thonë. Përkundër faktit që cold showers ose cold plunges, se në krioterapi për 3 minuta ulen këto temperatura në maqinën e krioterapisë. Përderisa në cold plunges, cold showers, duhesh me qenë pak ma për me mujt me bo tretmanin, sepse rreziku është që ti rri një kohë shumë gjatë, trupi pihet, nuk e ndjen mua të ftohtin edhe trupi mundet me kalu shumë lehtë në hipotermi masnej. Kjo është shumë Kështu që është Dhe është që nuk e kupton shumë kollaj. Unë kam një mikun tim që ka filluar të bëj këtë terapin, po e bënë për lumenjt e Valbonos apo Kuqen Shansin, dhe e ka nisur shumë ngadalë, shumë gradualisht. Fillimisht me ujin e vakët, pastaj me ujin e ftohtë, pastaj me dushin, duke zgjatë sekondat, dhe ai thotë që është rigjeneruar si njeri, është i ka bërë shumë më mirë, ndihet më i energjik, më. Po prandaj skandinavët shkojnë në ujërat të ftohta akull për të bërë këtë tushin, në thonjza të ftohtë. Kur rekomandohet të bëhen këto lloj terapi, gjatë çfarë periudhave apo në për çka kalon njeri prej stresit, prej lodhjes? Është diçka që mund të rekomandohet tek njerëzit? Për secilin është shumë individuale, Sportistat për shembull rekomandohet me bo tretmanin mas aktiviteteve të rënda fizike të cilat i kanë për përgatitje. Nga lodhës të madhe të muskujve. Nga lodhja madhe muskujve. Faktikisht krioterapia e ka ndru komplet, edhe krioterapia dhe red light edhe oksigjeni, e kanë ndru komplet sepse sportistat përpara ju është dosht shumë kohë e gjatë mas aktiviteteve fizike të rënda me u rikuperu, do me thonë i kanë hup 3-4 ditë nga praktika nga stërvitjet, për me lun trupin me u rikuperu, për deri sa këto tretmane sot, i ndihmojnë me u rikuperu ma shpejt, me u kthy në aktivitetet e tyre ma shpejt, edhe me pas sukses ma të shpejt, do me thonë. Rigeneru muskujt mas ndezjes. Është shumë individuale, nuk ka një numër magjik, me thonë një formul magjike, me thonë hajde bëni 10 seanca dhe nëse i bën 10 seanca ki mundi që shtu ki me pas qëto, ki me pas qëto. Krioterapia për shembull edhe një herë me bo, kur del prej tretmanit për shkak çlirimit të endorfinave, të adrenalinës, do me thonë me një herë mas 3 minutave je ma energjik, je ma ndisponim, qatnat e bën gjumin ma të mirë, do me thonë fillon me ndime një herë. Ka njerëz të cilët vujnë nga dhimbjet, vujnë nga artriti, vujnë nga smundjet inflamatore, atëherë shkoj me disa praktika të ndryshme me ta, po më kupton. Kështu që është shumë individuale se për kën edhe për çka janë të e bo tretmanin. Njerëzit shpesh kur kanë ndonjë problem, sidomos me ankthin, nuk gjejnë tretman. Kush është kjo ankthi?
nuk është i dukshëm, fakt nuk Miku është i jon. prekshëm, po është miku jon që na rrin afër këtu në krah, si hija jon gjithmonë, tek disa njerëz të cilët mundohen ta luftojnë në forma të ndryshme. Edhe jo gjithmonë mjekët kanë arrit ta zbulojnë, t'i japin këshillat e duhura, duke ju përshkru terapia apo barna, ilaçe të ndryshme. Ndihmon kjo njëna pi terapive që ti e ofron tek ta njerëz duke u qetësu, duke u relaksu, cilën duhet përdor? Qa është rekomandimi? Të paktën që e ke pa që njerëzit kanë pas sukses. Për shembull, red lighti, drita na sot red lighti është frekuencë, do me thonë frekuencat e dritës Po, bra. kuqe dhe dritës infrakuqe nga dielli të cilat i marrim. Qartë. Apo më kupton? Që në kena pak dëmshme. Jo, po sot jetojmë në një kohë ku jemi konstant në zonën, nuk kemi kohë me dal jashtë, jemi të mbyllur në zyre, sidomos gjatë dimrit kur mungon edhe dielli. Edhe kur jemi jashtë, i kemi syzat, nut, kapelet, Po, nuk e lojna- jemi të mljumë, nuk e se lojna me atyren. na depërtu. Bravo. Po, e trupi jonë është i mësum, do me thonë e kemi në gjen me qenë të ekspozum ndaj këtyne dritave. Kështu që... Apo nitina. Kështu që Sidomos. red lighti është prej atyne tretmaneve që me të vërtet e bën që të zëvendësimin, po të njëjtën kohë edhe na relakson, na jap një ngrohtësi, edhe bën një farë balancimi në trup. Megjithatë, qyre, une nuk do me thonë që red lighti është zgjedhja magjike, për dikon mundet me qenë me dalën mal, me kalu një fundjavën mal, për dikon mundet me qenë me bo një tush Po, të bra. ftoft, me i pas disa momente 10 minuta qetësie. Kështu që secili prej neve mendoj që duhemi me gjetë mënyrën më të përshtatshme për me mujt me qetësu, mja hek anktin, stresin vetës. Unë e kam Cila do që është ajo? unë e kam një pyetje shumë thjeshtë dhe teknike. Si minutazh, sa zgjasin Se këto? Për kjo shembull, pej momenti kur hy, Po. deri momenti kur dal, sa orë kum harxhu aty, sa minuta kum me harxhu ndërlidh me Albanin, Po. me pyetjen se shumë njerëz thonë s'kam kohë me u Po, pra, marrun me pikërisht këtë kjo është. aktivitet. I kam 100.000 punë tjera dhe duket kjo si lloj luksi që ja lëm vetes hajt se një ditë tjetër. Po. Prandaj është e rëndësishme që sa kohë merr që njerëzit me mujt Po, pra. me shti në plan në agjendë orar. Krioterapia është 3 minuta, Wow. red light është 15 deri 20 minuta, Okej. oksigjeni është tretman më i gjatë, është tretman i cili zgjat 60 minuta, është, do me thonë, është tretman 1 orë, compression është 30 minuta, kështu që mendoj që secili mundet me gjetë diçka e cila i përshtatet agjendës dhe kohës vet, do me thonë. Nuk është diçka që ka nevojë më u bë çdo ditë, mundet më bë një herë në javë, mundet më bë 2 herë në javë, varësisht qysh njerëzit e kanë kohën, do me thonë. Po, një sen është i rëndësishëm, të cilin kryesisht zakonisht ta harrojmë, është kujdesi për veten. Po. Apo më kupton? Edhe prapë them, nuk ka nevojë me qenë kujdesi për veten domosdoshmërisht me ardhën në ënze me bë diçka në ënze. Është me rëndësi mos me harru edhe me u kthy te vetvetja, edhe me bë diçka e cila neve na përshtatet mas shumti edhe me u kujdes për trupin tonë. Kur shumë shoqënia me cilën e kam unë merrem me sport, me aktivitete, edhe kanë gjetë formula të rikuperimit siç e përmende. A mundesh më na fol pak për compression boots, thirrën ato çizmet me kompresion. Po. Si mund të përdoren, çfarë rëndësie ka qarkullimi i gjakut, muskujt e tjerë, veç sa për njohurit njerëzve, se sidomos sportistët dhe ata që merren me heavy sports. Edhe çika që rinë të ditë në shtiklla i Edhe ato normalisht Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Bravo. AKA shlunga. Po, edhe ata që rinë të ditën ulën Alban. Sepse kom tuna ka nevojë me ju qarkullu gjaku. Kur jena të ditën ulën, ndalet qarkullimi i gjakut. Compression therapy apo çizmet me kompresim kështu në ndjesi janë si një masazh shumë e këndshme. Çka faktikisht ato bojnë e stimulojnë drenazhin limfatike. Në moment që stimulohet drenazha jon limfatike, bëhet lirimi i ujrave dhe toksinave të tepërta prej trupit. Si dokumentar lektorë, po do. Vazhdo. Duhesh me ardh. Duhesh me ardh. Për ditëlindje. Edhe stimulohet domethënë që drenazha limfatike, çaj lirimi i ujrave toksinave dhe kompt menjëherë ndihen më të lehta edhe më të shlira, domethënë. Sidomos sportistat kanë tendencë me mbledh acidin laktik shumë pas aktivitetit fizik, kështu që bëhet çaj lirimi i acidit laktik nga trupi edhe kompt ndihen më fresh. Sa ka qenë, si e kanë prit njerëzit këtë trend ose këto opcione, mundësi
në Prishtinë? Është zgjeru për tej Po, në ku janë, a vetëm Prishtinë? On the Recovery është vetëm në Prishtinë, do me Hale, si në shkun Ferizaja? Ferizaj afru shumë. Në Tiranë. Okej. On the Recovery është veç në Prishtinë, kuadër të On the Recovery të kemi edhe On the Storin, që i shesim produktet, disa prej këtyne produkteve i kanë, do me thonë Që të bucat e qëto, a mëni më shqip? Punash, po, në On the Store. Po i shesim edhe në Shqipëri. Okej. Edhe vitin ardhshëm e hapim On the Storin në Tiranë, në mars të vitit Që ardhshëm. ki nevoj për naj menager, kështu të në Tiranë, kalzëm. Kemi parasysh. Kalzëm se për du me marrë një pasaport. Ideja që edhe njerëzit nëse nuk kanë kohë janë prej vendeve, qyteteve tjera për më ardhë me i shfrytzu këto shërbime, munden me i pas ato në shtëpi dhe me i përdor Po, vetë disa munden. prej tyne, se Krioterapi oksigjenoterapi nuk mundëm me aqë unë shpe. Jo, nuk mundëm po kemi Disa produkte me pajisje, red light, po. kemi produkte, i kemi qizmet me kompresim, kemi produkte të ndryshme, po. është bë trend dhe po e shoh në rrjetet sociale një kapel me dritë të kuqe. Me dritë kuqe. Çka bën kapela? Çka ndihmon? Qëre, drita e kuqe si koncept, do me thonë edhe anirin fra e kuqe, i japin energji mitokondrisë apo qelizave tona. Do me thonë, kur qelizat tona kanë energji, ato fillojnë procesin e vetë riparimit edhe riparojnë proceset të ndryshme në trup, e ulin inflamacionin, stimulojnë prodhimin e kolagjenit, elastinës, kështu që kudo që e vendosim dritën e kuqe, ka me na stimulu qelizat. Për flokën këtë rast, për kokët, do me thonë se e përdorim kokë, e stimulon qarkullimin e gjakut në skalp, edhe i stimulon folikulat me prodhu flokë edhe me u rigjeneru. Edhe bimët i rritë shumë mirë drita kuqe tina. Po faktikisht drita e kuqe është zbulu në vitet e 60-ta prej NASA-s, edhe ato ja kanë dhënë astronautëve për në gjithësi, me marrë në gjithësi, sepse stimulon procesin e fotosintezës, do me thonë. Me marrë në gjithësi edhe me pas mundësi me rrit bim, do me thonë. Kështu që aty në vitet e 60-ta është zbulu. Algat e para edhe këpurdat e para në rritën stacionin hapsinun atje, sa për trep. Me red light therapy. Diçka që kam vrejt prej red light therapy është edhe këto gërvishtjet që na ndodhin, sidomos një nana e vakive që jamon. Kur kemi gërvishtje që na mbesin shenja ose kupi fjala tjetër, në trup e kam kuptu vetë dhe kam pa që janë zhduk, kanë fillu të tërhiqen, të zbehen dhe të shërohen përmes red light therapy. Kanë vrejt njerëzit tjerë të njëjtën gjë, apo se trupat secili trup dallon, ndryshon prej njëri tjetrit. E vërtet, trupi ndryshon, po është, do me thonë, drita e kuqe për shkak që stimulon që ato kolagjenin, elastinën, do me thonë, edhe stimulon qelizat me u riparu, ndihmon që me uzbe shenjat njollat të cilat në shkaktojnë prej ndonjë lëndimi apo diçka tjetër. Wow. Një trend, një zgjidhje e mirë për ta pas këto, jo vetëm për t'i pa në Instagram, në rrjetet sociale, apo në Amerikë dhe në vende tjera të botës, se kemi edhe në vendin tonë, që kretë shumë shqiptarë dhe kanë qasje të lehtë, edhe duke jap këto sqarime. Edhe për të Tiranë së shpejti, kështu që... E mira e krejt kësaj është benefitet shëndetësore që njerëzit mund t'i përfitojnë, larg ilaçeve, larg ndoshta edhe terapive të tjera që mund t'i kenë të bëjnë një zgjidhje të lehtë. Ndonjë një këshill për festat e fundvitit që jemi tash, dhe gjitha këto aktivitetet, mbyllja e vitit, festat e punës, daljet me shoqëri, me kolegë, ndoshta pak e teprojmë edhe me ushqimin, me pijen. Rekomandohet të bëhet diçka nga shërbimet e recovery? Po, cila do? Po mendoj cila do mundet mu bo. Kur ndihesh i lodhon, hajde bën e krajon, ki ma shumë energji. Kur po ndihesh shumë i stresum, dën mu relaksu, dën mu pushu, hajde bën e red lightin. Tu kanë lodh komt prej shtiklave, hajde vnoj qizmet. Kështu që se cili mundet me gjetë diçka që i përshtatet. Po nështë ta mesazhi jam kish me qenë me marr pak ma ka dal. Po, me marr pak ma ka dal, se po e vërtet është. Do me thonë fund viti, sado që është një kohë të cilën na mezi e presim, shohim njerëz që se kemi pa që një kohë gjatë, kemi deadlines në punë,
din me na kriju Lodhje, stres, po. lodhje. Edhe lodhja jo domosdoshmërisht gjithmonë është fizike, Po, bra. ë? Lodhja është Edhe psiqike, mentale, Absolutisht. emocionale, shkakton Ole kjo lodhje emocionale shkatron krejt. po ti s'jesh e mirë me zemër. Ti s'jesh e mirë me zemër. Po me gjetë pak kohë për veten. Me gjetë pak kohë për veten. Shumë mesazhe edhe- mirë njerëz, me gjetë pak kohë për veten. Edhe Me koha për këtë- veten s'ka nevojë domosdoshmërisht me qenë 2 orë. Ha? Ja. me Me qenë- këtë qa po kuptojmë, po kuptoj edhe unë dhe besoj që jo që këto lloj momente të veçanta që ja kushtojmë vetës nuk janë luks. Jo. Nuk mund ti cilësojmë si luks edhe njerëzit e shohin si diçka të paarrire, bëjmë vetëm disa persona të caktuar, ja është e hapur për gjithë edhe ja kushtojmë vetës disa momente për shëndetin dhe mirëqenjen tonë. Po Kështu që të koka mirë djem dhe vajza, s'keni me një kujdes s'keni të çka- vogël. Nuk e dini çka doni mi blej të dashurit ose të dashurës. Që Allah Shkon të fja zemrën. Nga 3 minuta, Po bro. nga 3 minuta, lejeni 5 minuta të kalojnë hipotermi edhe. Jes Raton. maqina nalët, kështu që. Jo, nuk përfundon deri aty e Ah, miri. që nga Elena, faleminderit shumë Shumë që na faleminderit juve. solle një Shumë atmosferë knatësi. tjetër, një uri Faleminderit. tjera. Elena, shumë faleminderit. Faleminderit edhe juve. E ke Urime sjell viti këtë i ri edhe. Data Lifestyle. 22 vjen Matia në Krishto. Po. për Faleminderit një që kështu ke sjell këtë. krioterapi. Për këtë të shtiklave. Faleminderit që Ju ke sjell presim. këtë lifestyle në Sheher, edhe faleminderit që pra Prishtina bëhet qendër e inovacionit, e jo vetëm për teknologji, që shkon gjithmonë për femra të bukura dhe për muzikë, Edhe për po edhe për seanca. Faleminderit. Faleminderit. Mirë të dashur, shkojmë në një pikë muzikore Faithless Disclosure. Do ta dëgjojmë në vazhdim. Stay Let's go. tuned. Oh yeah. Thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in darkness. No electricity, something's all over me, greasy. Insomnia, please release me and let me dream of making mad love to my girl on the heath, tearing off tights with my teeth. But there's